Peqini organizoi panairin e gjelit të detit që synon të promovoj traditën e kësaj zone në rritjen e këtij shpendi që është simboli kryesor i tryezës festive të vitit të ri. Rreth 30.000 gjela deti mbashtohen çdo vit në Peqin e ata njihen për shijen e veçantë për shkak të kullotjes në natyrë. Në rrethin e Peqinit aktualisht mbashtrohen 30.000 krerë. Edhe veçanta gjeli detit Peqinit krahasuar me vendet e tjera është sepse gjelet e detit në rrethin e Peqinit trajtohen me ushqime të koncentruara bio që prodhohet nga vetë fermerët. Gjithashtu e veçantë tjetër është sepse nga racioni ushqimor që përdoret për gjelin e detit në bashkinë e Peqinit përdoret përsit e freskëta të ullijit dhe këto i japin atë cilësinë e veçantë dhe karakteristike të gjelit detit Peqinit. Por veç promovimit, fermerët e Peqinit shprehen se ka nevojë për mbështetje. Ata kërkojnë politika lehtësuese në mënyrë që gjelat e rritur në mënyrë natyrale të mos konkurrohen në çmim nga produktet e importit. Aktualisht fermerët janë duke tregtuar gjelin me 1.000 deri në 1.200 lekë për kilogram. Është tonë ditë çmimi se ka hyrë mall nga gregu. Kë rrita, kë teta, kë nënta, kom në 6-7 krerë. Ne kërkojmë sa më shumë mos hyjë nga trau kufitar, që neve të shesim sa më mirë. Çmimi i gjelet varion nga 10 deri në 12 kile, po treg nuk ka, po të thush nuk ja vlen se ka shumë vështirësi gjeli detit. Me koncentratën, me vështirësi me punën që ka shumë vështirësi. Po me ato, po t'jetë çmimi të variojë nga 10 deri në 12.000 lekë, sikur arrin deri diku. Ne nuk kemi efektiv, po jemi mësuar me këtë punë, do merrem punë, marrim 5 lekë punë. Aktiviteti mblodhi bashkë fermerë, qytetarë dhe vizitorë me qëllim promovimin e prodhimeve lokale dhe traditave gastronomike të zonës. Panairi u zhvillua në Kalan e qytetit, një ambient historik që i shtoi ngjarjes në dimension kulturor dhe turistik. Aktiviteti vuri në parë rëndësinë e ruajtjes së traditave lokale dhe bashkëpunimin mes institucioneve arsimore, komunitetit dhe fermerëve.